Posta e Maqedonisë së Veriut ka dhuruar 3 automjete të reja për njësinë rajonale të postës në Kërçov, me qëllim të përmirësimit të shërbimeve postare dhe rritjes së efikasitetit në punë. Gjatë dorëzimit të automjeteve, drejtori i postës së Maqedonisë së Veriut Orhan Kurtishi theksoi se ky investim do të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve për qytetarët e Kërçovës. Sot jemi për të promovu 3 vetura që i kemi ndarë si menaxhmenti i postës Republikës Maqedonisë së Veriut për njësinë rajonale Kërçov. Janë 3 vetura të tipit Fiat, tipi i cili përdoret për nevojat dhe shërbimet postare. Në të kaluarën kam pas shumë probleme në parkun e veturave, në të gjitha njësitë rajonale. Njëjtë ka qenë situata edhe në Kërçov. Po shpresoj se tash me këtë donacion prej 3 veturave do t'i kryejnë shërbimet më efektiv dhe më efikas ndaj qytetarëve dhe do t'jenë më shumë në teren që të shihen se edhe posta ekziston dhe punon. Kështu që investimet nuk do ndalen me kaq, ne kemi plan dhe dinamik të cilën do të mundohemi ta zbatojmë gjatë muajve të ardhshëm, si në investime në infrastruktura, ashtu edhe në pjesën tjetër për t'i përmirësuar kushtet dhe shërbimet tona ndaj qytetarëve. Ai bëri të ditur se në nivel shtetëror janë siguruar gjithsej 100 automjete të reja, prej të cilave 90 vetura dhe 10 furgon, ndërsa shpërndarja e tyre nëpër njësitë rajonale është bërë në përputhje me nevojat e tyre. Diku 90 vetura janë të tipit pick-up dhe 10 janë furgon, të cilët përdoren për dërgesa apo për ruta më të gjata ndër qytete, ndërsa për njësitë rajonale kemi ndarë në bazë nevojës dhe analizës që është bërë nga sektor të brendshëm, duke marrë parasysh edhe numrin e banorëve, se sa banorë jetojnë në atë zonë, edhe duke marrë pjesën e shërbimeve që japin për atë zonë. Nga ana tjetër, drejtoresha e postës në Kërçov, Gjylasvie Murati Bekteshi, u shpreh se automjetet e reja kanë qenë nevoje domosdoshme për njësinë rajonale, pasi deri më tani janë përballur me vështirësi në këtë aspekt. Ajo falenderoi drejtorin e përgjithshëm për angazhimin e tij në përmirësimin e kushteve të punës dhe shërbimeve postare. Unë njëherë falenderoj drejtorin general që me mbështetjen edhe punën, angazhimin që ka bërë gjatë këtyre 2 viteve, sot jemi krenar që të mund të realizojmë shërbimet tona, t'i bëjmë cilësor dhe sa më punë efektive të ketë dhe qytetarët të jenë të kënaqur. Kushtet kanë qenë jashtëzakonisht të vështira për arsye se veturat shumë të vjetra. Po falë drejtori general, këtë mbështetje i falenderoj nga zemra dhe i dëshiroj suksese. Në të ardhmen mendojmë që shumë gjëra duhet të ndryshojnë, duhet të përmirësohen dhe shkojmë nga përmirësimi dhe kushteve më të mira për shërbimet e qytetarëve.